Mbrëmjen e së hënës Edi u eliminua nga Big Brother VIP Kosova pas një televotimi të hapur të publikut. Vendimi për ta futur në televotim erdhi pasi vulloi madhe ndëshkoi për shkak të ofendimeve dhe kërcënimeve të drejtuara ndaj Ardit Stafajt, sjellje që u konsiderua shkelje e rregullave dhe normave të bashkëjetesës së shtëpisë. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Ky zhvillim shënon një kthesë të fortë në rrjedhën e lojës dhe solli reagime të shumta. Reagimi i Edit pas largimit nga shtëpia, pas eliminimit, Edi reagoi me tone më të qeta dhe reflektuese. Ai u shpreh lumtur që arriti të qëndrojë afër 2 muaj në shtëpinë e Big Brother, duke e konsideruar këtë periudhë si një eksperiencë e rëndësishme personale. Ai theksoi se pavarësisht polemikave dhe momenteve të vështira, pjesëmarrja në Big Brother i ka dhënë mundësinë të njohë më mirë veten, por siç duket kjo nuk është e vërteta. Burimet tona kanë mësuar se për largimin e tij ka reaguar familja e tij, pas afërsisë së madhe të tij me Bian, e siç duket kjo nuk u pëlqej familjes dhe kërkuan që ai të largohet nga shtëpia.